Si që tregojnë dhe pamjet, qarkullimi i automjeteve është mjaft i vështirë në rrugën e stacionit të pompave të ujit të Pishëm në Dobraç. Për shkak të punimeve të nisura muaj më parë për turbacionin e ujësjellësit, e gjithë gjatësia e kësaj rrugë është kthyer në gropa. Drejtuesit e automjeteve banor të zonës theksojnë se dëmi që u shkaktohet në këto kushte është mjaft i madh. Sipas tyre, Bashkia Shkodër duhej të kërkonte me këmbgulje për shpejtimin e punimeve e jo të lejohej të vazhdonte kjo situatë dhe në dimër. Tash 6 muaj i vjet asa bën në aty vujt gazepin. Le me makinë që ata, dhe me biçikletë me zikalojnë. Se çka kanë me bën deri kur po na lan këto me vujt nuk e kërkesa la ditë, me godit rrugën ai duhet më ashtu po deri kur e lan ata din ata është keq bolle kanë. Ma keq s'ka sa rruga. Jo për ai nuk deri ndërës. Hera 3 që po prishet. Ka kënë për mashallah e shkatrunen, futën tubin e ujt. Por mirë janë niq, gjatë mirë kanë bën, e kanë lanë shumë keq. Kanë fut linjen tjetër të tensionit nalt për pompat. Edhe ajo punë që duhet bashkë, por jo me na braktismi na lanë në këtë mënyrë, po është e vetë. Shkatru me makinat. Bashkia Shkodër i këtë zonë, këtena, janë të e lanë shumë afat gjatë. Ka një vit që është nisi kjo punë, edhe shife jena cop. Versh, pluni nuk na lënë me dalë për i shpijet. Dimnit, gropat, fëmijët mi qunë shkollë. Qytetarët e Shkodrës, fëmijët i qojnë në kamën në asfalt. Ne do të me pagu fugonat, mi qu, mi pru, edhe shifin çfarë gjene na kanë lënë. Bashkia duhet në paktën mi u bë thirrje, desha të marrojnë të punime në mënyrën më njerëzore, venduar në zemër si për veti, si për fëmijët që i kanë në qytet, edhe për periferinë e qytetit. Krahas stacionit të pompave të ujit të Pishëm, kjo rrugë shërben dhe për qindra familje në të dy anët të saj, të cilat nuk kanë asnjë mundësi tjetër lidhje me qytetin përveç kësaj rruge. Ndër vite është ndërhyrë disa herë nga pushteti vendor në këtë rrugë, por punimet kanë mbetur përgjysmë. Këtë vit u ndërhyr shtrimi i tubacioneve të ujësjellësit dhe kablove elektrike, punime që filluan 7 muaj më parë, por dhe sot gjithçka vijon me gropa e baltë.